Një spektakël jashtëzakonshëm dronësh ka ndriçuar sonte qiellin e Shkodrës, mbi sofrën e madhe të shtruar në zemër të qytetit. Pamjet janë publikuar nga kryeministri Edi Rama, i cili ka ndarë ato vetëm një ditë para festës së 28 nëntorit. Në videon e publikuar, formacione të shumta dronesh krijojnë figura, simbole dhe koreografi të sinkronizuara në qiell, duke sjellë një atmosferë festive dhe emocione. Për qytetarët e mbledhur nga qendër të Shkodrës, Rama e ka cilësuar këtë shfaqje si pjesë të aktiviteteve që po zhvillohen në prag të ditës së flamurit, ndërsa ka falendëruar organizatorët dhe publikun që e ka pritur me entuziazëm këtë performancë të rrallë vizuale. Gjëja ka të rishur vëmendje të madhe në rrjetet sociale, ku shumë qytetarë kanë ndarë reagime dhe videot e tyre nga spektakli, duke i quajtur atë një prej aktiviteteve më të veçanta të zhvilluara në Shkodër së fundmi. Aktivitetet për 28 nëntorin pritet të vazhdojnë edhe nesër me organizime të ndryshme kulturore dhe festa në mbar vendin.